Një situatë shqetësuese raportohet nga fshati Malin në njësinë administrative Trebinj, ku shembja e plotë e rrugës ka izoluar totalisht dy lagje të fshatit. Sipas banorëve, aksi dëmtuar ishte lidhja e vetme me rrugën kryesore, si dhe me tokat bujqësore dhe varrezat e fshatit. Rruga është shembur fare dhe na ka lënë të izoluar, nuk lidhemi më as me rrugën kryesore, as me tokat, as me varrezat, shpreh një banor. Banorët ngren alarmin se situata po keqësohet nga dita në ditë, ndërsa rrshitja e dheut po avancon drejt lumit, duke rrezikuar seriozisht banesat që ndodhen në pjesën e sipërme të fshatit. Këtu duhen marrë masa sa më parë, sepse toka po lëviz dhe rrezikon shtëpitë. Çdo ditë situata bëhet më e rrezikshme, thekson një tjetër banor. Ata kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse për stabilizimin e zonës dhe rikthimin e lëvizjes rrugore, përpara se dëmet të përshkallëzohen dhe të rrezikohet jeta e banorëve. Rrshitje rruge ka edhe në aksin Kalivaç-Dunic, i cili është i bllokuar, rruga e fshatit Zall-Tor, si dhe rrshitje të rrugës në fshatin Laktesh.